Kamerat janë ndezur, sistemi është aktiv. Prej sot, Safe City ka nisur zbatimin praktik. Qyteti hyn në një monitorim digital me premtimin për më shumë siguri dhe rend në komunikacion. Por në ditën e parë të zbatimit të tij, pyetja mbetet: a janë gati qytetarët për këtë ndryshim? Shumë qytetarë pajtohen me vendosjen e rregullave në komunikacion, por shprehen se sistemi Safe City ka mangësi të cilat nuk janë plotësuar. Janë edhe dëgjona janë pa përshtatshme, sidomos për parkinget e kerreve, megjithëse na nuk kemi parking ku mujmi me i parku kerët, qëtaj për moment ti kime lëndi, ku na i ka marrë me fotografu dhe merr dënimin pa lidhje. Kamerat është shumë mirë kjo që ka bëhet, po nuk kanë sinjalizimet, nuk janë si që duhet. Para duhet tjetë sinjali sa duhet me vozita, 30, 50, po pas 30 metre tjetë kamera e sigurimit. Kë kena gjendje ne për me i pagujt ato çfarë dënime që i kanë vu këto. Kjo është katastrofe keq është. Po nuk mendojnë që janë keq të vënume, ato mirë, sistemi i mirë, veç dënimet janë moja. Mendoj se këto realisht kanë me i siguru më shumë qytetarët, sidomos këmbësorët, për të lëviz më lirë edhe për të qenë më të kujdesshëm, sidomos edhe shoferat për të qenë më respektues të komunikacionit. Kjo është më mirë për neve, këmbësorët sidomos në vijat bordha kur kush respekton. Në fazën e parë, sistemi detekton 4 shkelje në trafik edhe atë: tej kalimi shpejtësisë së lejuar, kalimi në semafor të kuq, parkim i parregullt, pjesëmarrja në komunikacion me automjet të paregjistruar. Autoritetet kanë njoftuar se deri në 50 km/h toleranca është 6 km/h, nga 50 deri në 100 km/h toleranca është 9 km/h, ndërsa mbi 100 km/h toleranca është 12 km/h. Institucionet thonë se sistemi do të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve dhe uljen e rrezikut në rrugë. Ligjet evropiane thonë se toleranca të jetë jo më shumë se 10%. Ne tani jemi pak më shumë. Për shkak se kishte reagime ne i dëgjuam. Ne tani jemi në 15%. Nuk është poenta të dënohen qytetarët. Poenta është të mos ketë aksidente të trafikut, të mos ketë pasoja me humbje të jetëve të njerëzve si pasoja atyre aksidenteve të trafikut. Vlen e konsideron këtë një investim të rëndësishëm në sigurinë publike dhe në ndërtimin e një kulture më të përgjithshme në komunikacion. Siguria në rrugë është përgjegjësi e përbashkët. Respektimi i rregullave nuk është vetëm detyrim ligjor, por kontribut i drejt për mbrojtjen e jetës sonë, të familjeve tona dhe të çdo qytetari. Përndryshe, gjobat për shkelje në trafik fillojnë nga 15 euro deri në 500 euro si dhe ndalesa. Qytetarët njoftimin e pranojnë në telefon përmes SMS-ve dhe në adresën email të cilin pronari e ka dorëzuar gjatë regjistrimit. Gjoba do të mund të paguhet në mënyrë elektronike, në postë dhe në bank. Nëse pronari automjetit e paguan gjobën brenda 8 ditëve, do ta paguajë vetëm gjysmën e saj.